Pra transmeton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi nga Abdullah ibn Mesudi, një shok i pejgamberit Allahu, i cili thot, o pyet pejgamberi Allahu dhe i than, ja Rasulullah, cila është vepra më e dashur tek Allahu? Tha pejgamberi Allahut, krirja e namazit në kohën e vet. Krirja e namazit në kohën e vet. A një ndër veprat më madhore, më të dashura tek Allahu Azza wa Jall. Transmetuesi këtij hadithit është Abdullah ibn Mesudi. Për atë Abdullah ibn Mesudi, siç transmeton Imam Muslimi, e transmeton dhe thonte, kush ka dëshirë që të takon Allahun Azza wa Jall si musliman, let kujdeset për 5 vakt namaz. Kush ka dëshirë, jo nuk ka fjala hoxhës, a fjala e talebas pejgamberit Allahu. Abdullah ibn Mesudi thot, kush ka dëshirë që nesër të takohet me Zotin e vet si musliman, let kujdeset për namazin e tij. Dhe thon të Abdullah ibn Mesudi, let kujdeset që ta fal namazin e tij me xhamat, nga se falja e namazit me xhamat, thon të Abdullah ibn Mesudi, është nga sunetet e pejgamberit Allahu. Dhe ai që i lën sunetet e pejgamberit Allahu, thon të Abdullah ibn Mesudi, do ta humbë rrugën. Pastaj tha Abdullah ibn Mesudi në kohën tonë, ai që mungon të në xhami, ai që mungon të në namaz, ai që mungon të në kohën e namazit, e konsideroshim si hipokrit. Për këtë arsye transmeton Ebu Ishaq es-Sebi, i cili thot, shokët e pejgamberit Allahut kur e ndëgjojshin ezanin u ngriçin sikur se nuk e njohin askën. Si ta njohin dikante kurse muezini thërët, e përsërit shomer dhe thot, Allahu Ekber, o ti që jenë detirën tonë. Vërtet detira jote është madhore, mirë po Allahu është më i madh se detira jote. O ti që jenë biznisin tënë, vërtet biznisi jot duhet t'i kushtohet të rëndësi, mirë po Allahu Azza wa Jall është më i madhi se biznisi jot. O ti që jenë punën tëne, puna jote është madhore, mirë po Allahu Azza wa Jall është më i madhi, më i çmuari se sa puna jote dhe detira jote. Kush të dha takat, kush të dha mençori, kush të ngritin këtë pozit, a nuk është më i madhi? Përse praktikës më të madhin që të mirësh me diçka që është nën ta.